Skema kombëtare mbështetjes në bujqësi për vitin 2025 ka përfshirë një numër të konsiderueshëm fermerësh në qarkun e Vlorës. Sipas të dhënave nga zyra përgjegjëse e qarkut Vlorë në Agjencinë e Ekstensionit Bujqësor Lushnjë, 5310 fermerë në total kanë përfituar nga 7 masat e skemës, duke mbuluar sektor të ndryshëm të bujqësisë dhe blegtorisë. Gjatë një interviste për Blu Televizion, përgjegjësi i zyrës në Vlorë, Fejzi Nezha, tregon kategoritë përfituese. Në lidhje me mbështetje financiare shtetërore për bujqësinë, gjatë vitit 2025, pranë se Vlorë janë kryer aplikimet për skemën e naftës dhe për skemën kombëtare bujqësi. Gjithsej, për vitin 2025 kanë aplikuar për skemën kombëtare për tufën bazë të matrikuluar në tipa 1397 aplikime, për bletarin 633 aplikime, për tufën bazë të matrikuluar LOP 461 aplikime, mbështetje për fara fidan 10 fermer, ferma organike 6 fermer, bimedicinale 2 fermer. Mbështetja naftës, po kështu edhe mbështetja për naftës, për kryen e punimeve të mekanizuara, 2811 fermerë. Në total për qarkun Vlorë kanë aplikuar gjithsej për skemën kombëtare 5310 fermerë. Pra për 7 masa. Nga zyrat tona të bujqësisë, pra është kryer aplikimi, cili ka filluar në muajin prill, është bërë kontrolli administrativ i dokumentave për skemën e naftës, për gjithë dokumentacionin e ngarkuar në sistem. Në rang qarku kanë punuar 8 kontrollor dhe gjithsej janë kontrolluar 2811 dosje. 2811 dosje cilat janë kontrolluar nga zyrat tona, pra Vlorë, Saran dhe Delvin, janë përcjell AZBR-s për miratim dhe për financimin e fermerëve. Pra, pjesa jonë për kontroll është mbyllur. Ka filluar edhe financimi i fermerëve për aplikimet e tyre sipas sipërfaqeve për cilat kanë aplikuar. Procesi i financimit është në vijim, i marrin 2 këste e fermerët, 50% tani dhe 50%. Shpresojnë që brenda vitit të bëhet likuidimi total e gjithë fermerët prej 5310 fermerë. Sipas këtij institucioni bujqësor në Vlorë, pjesa më e madhe e mbështetjes është fokusuar tek puna mekanike përmes subvencionimit të naftës, ndërsa blegtoria mbetet një prej sektorëve me numrin më të lartë të përfituesve.